Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala vëllezër në Kur'an thot: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Ata nuk ka ardhur koha për besimtarët që zemrat e tyre të zbuten edhe të përulen para këshillave të Allahu subhanahu wa taala, para Kur'anit dhe para të vërtetës që ai ka zbritur. Fat wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, dhe të mos bëhen sikur ata që ne u kemi dhënë librin më herët, fa tala alehimul amad, dhe pas një kohë të gjatë, fa qasat qulubuhum, thot Allahu, zemrat e tyre u ngurtësuan, u vrajsuan, wa kathirun minhum fasiqun, dhe shumë prej tyre janë të pabindur, mëkatar, të pabindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Dhe para se mi përmend Allahu subhanahu wa taala këto ajete në surën Al-Hadid, ka përmend një përshkrim ditës Kiametit, ka përmend gjendjen se si do të jenë besimtarët, si do të jenë dyftyrshat në atë ditë të vështirë. Pastaj ka përmend vëllezër këto ajet si qortim për besimtarët. Fillimisht e ka përmend atë ngjarje, atë përshkrim të mërshëm ditës Kiametit, në mënyrë vëllezër që zemrat tona të jenë ngatshme, edhe të përulura që mi pranu këshillat e Allahu subhanahu wa taala. E pastaj vjen më një herë qortimi vëllezër, po thot Allahu: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. A nuk ka ardhur koha që besimtarëve të zbuten zemrat, të përulen zemrat para Kur'anit, këshillave të Kur'anit, edhe të vërtetës cilën Allahu e ka zbritur. Dhe kjo është qortim prej Allahu subhanahu wa taala. Por ky qortim, edhe pse ka zbrit për një rrethan të kufizuar, mirë po vlen thot për gjithë besimtarët deri në ditën e Kiametit, në mënyrë që mos mu bë sikur ata të cilëve ju ka ngurtësuar zemrat, ata të cilët nuk përfitojnë nga këshillat, porositë, mësimet e Allahu subhanahu wa taala, nuk përulen para urdhrave të Allahu subhanahu wa taala, nuk i zbatojnë urdhrat edhe nuk tërhiqen nga ndalesat e Allahu subhanahu wa taala. Dhe vëllezër, pra ne si besimtar vazhdimisht duhet të kemi të freskët mendjet tona, porosit, këshillat, mësimet e Allahu subhanahu wa taala, dispozitat e fesë, nëse dëshirojmë që zemrat tona të jenë të buta, nëse dëshirojmë që zemrat tona të jenë tilla që vazhdimisht të përulen këshillave të Allahu subhanahu wa taala, mësimeve të Allahu subhanahu wa taala. Pra me një fjalë, ti vazhdimisht me marr në llogari veten tënde. Edhe me shiku mirë se si është gjendja jote karshi këtyre porosive të Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu: Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, dhe të mos bëhen pra besimtarët sikur ata që ju ka dhënë libri më herët, krishterët edhe hebrejt. Thot Allahu: Fa tala alehimul amad. Po përmend to Allahu se këtyre ja u ka jap librin, ja u ka zbrit librin, edhe librat që ja u ka zbrit atyre Allahu kanë qenë, do thot, në natyrën e Kur'anit. Edhe ato libra kanë qenë tilla që patjetër është dashur me të zbut zemra para këshillave të tyre, Teuratit, Injilit, edhe me pas në nështrim plot ndaj tyre, se në kanë fjale Allahu subhanahu wa taala. Mirë po thot: Fa tala alehimul amad. Pas një kohë gjatë koha, nuk kanë mujt me qëndru stabil, edhe të qëndrueshëm në urdhrat edhe ndalesat e Allahu subhanahu wa taala. Përkundrazi ka vazhdu gafleti, shkujdesja atyre, edhe imani në zemra atyre vëllezër ka fillu me u dobësu, edhe po ashtu më dobësu pastaj bindja në Allahun subhanahu wa taala. E si rezultat i kësaj, po thot Allahu: Fa qasat qulubuhum, zemrat ju kanë ngurtësu, ju kanë vrajsu, wa kathirun minhum fasiqun, dhe shumë prej tyre janë të pabindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Dhe pra zemrat tona në çdo kohë kanë nevojë që na mja kujtu zemrës tonë, shpirtit tonë, ato që Allahu i ka zbritur, vazhdimisht me pas freskët në mendjen tonë, e mos me leju asë si mu kaplu nga shkujdesja, nga gafleti, nga hutia, sepse kjo pastaj, si që po e vrejmë këta edhe dhe bëhet shkak që me të ngursu zemrën, edhe mos me të rje syri lot, për frikës ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pas e vëllezër, Allah po thot në vazhdim të ajeteve: I'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha.
Thot ta dini se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ne tashmë u kemi sqaruar shpalljet në mënyrë që ju të mendoni të logjikoni, të merrni mësim. Pasën këto ajete Allahu po tregon se Allahu subhanahu wa taala ka fuqi, është i fuqishëm me e ngjall tokën pas vdekjes saj, domthon pas fatësisë. Por se e dini se e ngjall Allahu tokën përmes shiut, e ky është argument vëllazër që tregon se Allahu ka fuqi me i rikthy edhe një herë krijesat në jetë, pasi që kanë vdekur. Pra me i ringjall, ashtu siç e ngjall tokën pas vdekjes saj. E po ashtu këtu jepet shembull vëllazër këtë jetë, përderisa në ajetin paraprak u përmend ngurtësia e zemrës. Por këtu ka shenjë se Allahu subhanahu wa taala po ashtu ka mundësi që zemrën e ngurtë njeriu, zemrën e vdekur me e ngjall vëllazër. Përmes mësimeve të fesë, përmes vërtetës cilën e ka zbritur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa bilot qad bayyana al-ayati lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ja u kemi sqaruar tash me shpalljet në mënyrë që ju të logjikoni se çka është në dobit juve e çka është në damin e juve. Sa vëllai dietar thon ky ajet apo kjo pjesë e ajetit tregon se njeriu i cili nuk udhëzohet me ajetet e Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk i nënshtrohet fesë Allahu subhanahu wa taala, ai është që nuk ka logjikë shëndoshur. Allah po thot la'allakum ta'qilun. Ju që mundan me logjiku, po vetëm ata që logjikojnë përfitojnë nga këto porosi edhe këshilla. Ai çfarë vëllezër e çuditshme është fjalë Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ma kana baina islamina wa baina an a'tabana Allahu bi hadhihi al-aya illa 4 sinin." Thot mes hyrjes tonë islam edhe mes çortimit që na bëri Allahu përmes këtyre ajeteve, thot nuk kishte më shumë se sa 4 vjet. Kështu në 4 vjet i kanë pas vetë që janë hyrë në islam, edhe ka zbrit ky çortim i Allahu subhanahu wa taala. Është përmend disa transmetime tjera vëllezër që disa dietari konsiderojnë vëllezër si transmetime të sakta nga pejgamberi alayhis salam, se sahabët kanë kërkuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më u tregu tregime ngjarje ndryshe, rrëfenja ndryshme që më ia zbut zemrat përmes tyre, këshilla ndryshme. E çdo herë Allahu subhanahu wa taala i ka kthyr tek Kur'ani. Edhe herën e fundit kur e kanë lyp ka thënë: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah." Se shtojnë dietarët se çdo herë i ka kthyr Allahu te Kur'ani. Domthon ajo çka po e lypni për zbutje të zemrave, për ulje të zemrave e keni pikërisht në Kur'an. Nuk keni nevojë me kërku dikun tjetër diçka. Ta vëzër Allahu thot: "Awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim." A nuk po ju mjafton atyre se ne ta kemi zbritur o Muhammed sallallahu alaihi wasallam ty librin i cili ju lexohet atyre? Mjafton kjo. Mjafton kjo. Nuk ka nevojë që njeri me kërku diçka tjetër. Në vëzër dietate kanë përmend thonë se ky ajet përmban veten e vet çortim për atë person i cili e lexon Kur'anin, e dëgjon Kur'anin, mirë po Kur'ani nuk ndikon asgjë në zemrën e tij, nuk e lviz zemrën e tij drejt reformës, drejt ndryshimit, nuk ja zbut zemrën, nuk ja bën zemrën për ulur ndaj urdhrave dhe ndalesave të Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse është shtojnë shumë e çuditshme pse se pikërisht Kur'ani vëllezër është ai përmes cilit zemra përmirësohet, shpirti për ulet, zemra ngjallet. Kur'ani është ai që ty domthon ta fokuson ta të bën zemrën me një drejtim caktuar, që është drejt Allahu subhanahu wa taala. Kur'ani është ai që ty ta largon vrasësinë edhe ngurtësinë e zemrës, moment që ti e lexon apo e dëgjon atë. Mirë po, për këtë vëllezër vjen kjo për atë person i cili kur e dëgjon Kur'anin, kur e lexon Kur'anin, e din madhështinë e këtyre fjalëve, e kupton se janë fjalë të Allahu subhanahu wa taala. A da i me një zemër tillë dhe kur ti e ndjen këta se je duke i dëgju apo duke lezu fjalët e Allahu subhanahu wa taala, është e pamundshme që mos me ndodh diçka në zemër të njëri. Por sigur toka që po përmend Allahu që në tokën e vdekur dhe thatë që e ngjall Allahu përmes shiut, ashtu edhe zemrën tane të ngurtë apo dikujna që edhe i ka vdek Allahu na rujt. Allahu e ngjall vëzër përmes shiut shpalljes tij, i cili vjen nga rreth e Kur'anit. E pastaj aty bin në zemër sikur prej tokës lloj-lloj bime. Pra në zemër bin lloj-lloj mirësie, realitetet e besimit në nshtrimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pra siç që Allahu fandhur ila athari rahmetillahi kayfa yuhyi Allahu al-ardha ba'da kayfa yuhyi al-ardha ba'da mawtiha.
Thot shiko mirë tek gjurmët e mëshirës të Allahut, se si Allahu e ngjall tokën pas vdekjes. Kjo do të thonë përmes shiut mirë po vlen, do të thonë si shembull vëllezër edhe përmes shpalljes tij subhanahu wa taala. Andaj vëllezër na duhet me kuptu mirë se ku e kemi ushqimin e mirëfillt për zemrat edhe për shpirtat tonë. Në moment që njeri vëllezër e haron se ku e ka ushqimin e vërtet zemrës edhe të shpirtit, nuk ka djeni fare, nuk ka haber se çka është ajo që ja ushqen zemrën edhe shpirtin. Pastaj fillon edhe hulumton diçka në zavendësim kësaj. Don me ndryshu me diçka tjetër, edhe e merr ata si ushqim, kjo nuk më sjell kurfar dobi. Kjo vetëm komë të ashtu hala më shumë vëllezër smundjen që e ki në zemrën tonë, defektin që e ki në zemrën tonë. Edhe komë ta hjek zemrën, komë ta ndryshu në natyrshmërinë cilën e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Do thotë të zemra jote komë ndryshu aq shumë. Për shkak se është ushqyer me diçka që realisht ai ushqim nuk është i saj. Edhe është dëmtuar për mes saj. Pa e ke dëmtuar vetë. Edhe në moment që ajo fillon edhe kërkon zavendësim tjetër përveç Kur'anit, fjalës të Allahu subhanahu wa taala, komë të dëmtuar skajshmërisht. Edhe komë dal jashtë as gjendjes normale. Madje pastaj edhe nëse fillon dhe shkon me lexu Kur'an ose me dëgju Kur'an, nuk e shijon ashtu sikur ai personi i cili e ka zemrën e shëndosh. E pastaj fillon edhe kërkon çka zavendësime. Kjo zemër e smur, kjo zemër me defekt. Se zemra patjetër vëllezër duhet më ushqyer me diçka, ashtu ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Nuk ushqehet me Kur'an, ka me fillu me kërku zavendësim për Kur'anin, e ku kërkon zavendësim dhe kërkon dhe për libra ndryshëm, domthonjë që me ideologji pikpamje ndryshme që i lexon, apo edhe tek dëgjimi i tingujve e muzikave të ndryshme. Sa ka ndër lidhje të madhe mes pastërtisë zemrës edhe përfitimit nga Kur'ani. Sa Uthmani radhiyallahu an ka thënë law tahurat qulubukum ma shabi'tum min kalami rabbikum. Sikur zemrat i kishit pastërta, kur nuk do të ngopeshit me fjalët e Zotit tuaj, pra me Kur'an. Pra zemra ndryshket, zemra bëhet e vrasht, bëhet e ngurt. Për shkak të faktorëve të jashtëm që na rrethojnë në përditshmërinë tonë. E ku e gjejmë butësinë e zemrës, ku e gjejmë në largimin e të këtij ndryshkut nga zemrat tona, e gjejmë tek leximi i fjalës të Allahut subhanahu wa taala, tek përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Por ky ajet, siç edhe dëgjut, këtë ajet Allahu po na çorton neve si besimtar. Po na çorton vëllezër si besimtar që na me u pendu te Allahu subhanahu wa taala, më kthy me pendim tek ai, me ndryshu gjendjen tonë për mirë, edhe mos me leju asesi më u kaplu nga shkujdesja, nga gafleti, edhe mos mu mashtru mas dunjas, mas knaqësive saj, edhe epsheve të saj. Pa mos me kanë tillë edhe që zemrat mi pas ngurta edhe mos mu ndiku nga këshillat e Kur'anit. Shkone si ka qenë vëllezër gjendja e njerëzve përpara tek brezat e parë të Islamit, ka pas për tyre që një ajet e ka dëgju, çaj ajet është bërë shkak që ati me ndryshu jeta tërësisht. Me u formu si njeri, me arritat përsosmëri njerëzore. Fudail ibn Iyadi, rahimahullah, dietari i madh islam, që transmeton Bayhaqi në Shu'abul Iman me zinxhir të nga Fadl ibn Musa. Fudail ibn Iyadi vëllezër fillimisht ka qenë bandit, bandit hajn. Edhe ka pas një territor aty që ju ka dalë njerëzve në rrugë dhe ja u ka prej rrugën, i ka plaçkit edhe më thani i ka friksu. Përmendet se ka përmend ky për veten e vet se është dashuruar me një vajzë, edhe tash një nat prej netve ka dash domethënë me shku me bë atë veprën e pa moralshme me to. Edhe ajo ka qenë në shtëpinë e saj dhe ky ka filluar domethënë me i ka përcy muret e kështu, domethënë ka dash me hi në pjesën në natën tinza në shtëpinë e saj. Mirë po thot duke i kalu muret ashtu, thot në një shtëpi afër thot e dëgjova një njeri duke lexuar fjalën e Allahut, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Këtë ajet që e dëgjova vëllezër film. A nuk ka ardhur koha për besimtarët që të zbuten të përulen zemrat para fjalëve këshillave të Allahut? Thot moment që e dëgjova thash bela ya rabbi qad an. Po o Allah o Zoti im, ka ardhur koha. Edhe thot u tërheka nga një vepër e dytë e pamoralshme, edhe thot gjatë natës të mëzuri
Srahova thot me një vend caktum, thot mirë po aty thot afër meje thot ishin kanë edhe disa udhëtar, mo që udhthoi natën. Edhe thot patën debat mes vete, disa thoshin po ndajmë këtu deri mëngjes, disa thoshin jo, të vazhdojmë udhëtimin. Patën se ka mundsi pastaj na del Fudajli, von ka qenë jo, domon që si bandit. Edhe na plaçkit edhe na shqetëson edhe na frikson. Edhe thot thash me vete, u ndala thot mendova thash gjatë natës unë po e kaloj duke i bë gjunah Allahu subhanahu wa taala. Kurse këta musliman po friksohen prej meje, thotë thash se Allahu subhanahu wa taala e ka bërë sebeb këtë ngjarje që unë çka mu tërhiq për këtyre gjunaheve, edhe mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thash Allahumma inni qad tubtu ilayk. O Allahu po pendohna te këti. Wa ja'altu tawbati mujawarat al-bayt al-haram. Edhe pri pendimit mirëfillt sinqert ndaj teje, po bëj që me shku me nejt vazhdimisht afër shtëpisë tane Çabe, domethënë atje mos më nda kur adhurimin ndaj teje. Edhe kështu ka ndodhur. Ka shku atje ka ndajt edhe është bërë për dietarëve të mëj, për asketëve të mëj, për transmetuesve të mëj të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon dhe një ajet e ka dëgju, apo disa ajete, disa fjalë të Allahut edhe më një herë e ka lviz zemrën përmes tyre, e ka largu atë pluhurin e shkujdesjes edhe gjunahut nga zemra, e ka largu atë mbulesën vëllezër të gafletit. Edhe më një herë është penduar te Allahu subhanahu wa taala. Si është gjendja me ne vëllezër, sa hutbet sot na i dëgjojmë, sa ligjëratat fetare i lexojmë, sa ajetet e Kuranit i lexojmë, i dëgjojmë, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po sa po ndikojnë ato në zemrat tona, sa po ndikojnë ato që na mu përmirësu vëllezër. Tërë kjo është pyetje që secili prej neve duhet m'ia bë vetes vet vëllezër. Vëllezër, siç tham, zemra edhe shpirti është i tillë që vazhdimisht duhet me ushqy vëllezër. Nuk duhet me elan shkujdesjes sikur trupi që ka nevojë për ushqim dhe pije, që ashtu edhe Allahu ka kriju vëllezër zemrën dhe shpirtin duhet me ushqy vëllezër. Duhet me ushqy me Kur'an, me këshilla, me porosi. Po duhet me ngjall vëllezër zemrën dhe shpirtin përmes tyre. E Allahu pikërisht vëllezër na ka ligjsu, elhamdulillah, gjëra ndryshme me të cilat na i ngjallim zemrat dhe shpirtat tan. Ai është dëgjimi i Kur'anit, leximi i Kur'anit me meditim. Kështu na forcohet bindja në Allah, na forcohet lidhja me Allah, na forcohet besimi. Shapo observojmë se Allah ka ligjsuar çka namazin me za. Që musliman domthonjë çka me dëgju fjalët e Allahut çka lexohen në Kur'an, që me tu ndiku zemra. Ligjëratat hutbet e xumas, ligjëratat e ndryshme pasaj, përmendja Allahu subhanahu wa taala. Krejt këto vëllezër çka janë tilla që ty të kapin edhe të çojnë drejt Allahu subhanahu wa taala, që me kanë afër me Allahun. Edhe me të zbut zemra me ka njeri i për ullur. Tha vëllezër, Allahu në Kur'an i ka lavdru besimtar që kur i dëgjojnë ajetet e Allahut, ju shtohet besimi edhe ju shtohet bindja. Mirë pa në anën tjetër edhe i ka qërtu ata besimtar, apo ata njerëz që tha nuk ndikon kur gjo Kur'ani kur t'ju lezohet atyre. Thot Allahu, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarët mirëfillt vërtet janë vetëm ata që kur përmendet Allahu ju dridhet zemra. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imanan. Edhe kur t'ju lexohen ajetet e tij, pra të Kur'anit, zadatuhum imanan, ja ushtojnë besimin. Po më një herë i shtohet besimi. Mirë po në anën tjetër shikoni vëllezër, Allahu i çorton ata njerëz që i kanë zemrat e ngurta edhe nuk ndikohen nga fjala e tij dhe nga këshillat e Allahut. Allah thot fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për ngurtësinë e zemrave të tyre karshi përmendjes të Allahut. Ulaika fi dalalin mubin. Të tillët janë humbje të qartë. Pastaj e përmend se e ka zbrit Kur'anin dhe thot e përmend se si ndikohen dhe besimtarët. Nga leximi i Kur'anit thot taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Lkurat e atyre që i friksohen Allahut kur ta dëgjojnë Kur'anin thot Allahu rënqethen. Thot thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj lkurat e tyre edhe zemrat e tyre thot gjejnë prehje, gjejnë qetësi tek përmendja Allahu subhanahu wa taala. Ajet tjetër vëllezër që dikuj mund me do kalama i çuditshëm është fjala Allahut law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Sikur këtë Kur'an thot Allah, t'ja zbresnim një mali, thot do ta shihje atë për ulur edhe të
të qarë nga frika prej Allahu subhanahu wa taala. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Këta shembuj thot Allahu na ja u sjellim njerëzve në mënyrë që ata mundal me mendu. Ibn Kathiri vëllazër dietari madh kur e sqaron këtë ajet, thot nëse mali thot, pra më mali kodra shkëmbi, thot me gjithë vrasësinë edhe forcinë që e ka, ta kuptonte këtë Kur'an. Sigur Allahu t'ia shpallte ta zbrisë me të. Mbi të thot do të përulej edhe do të qahej nga frika prej Allahu subhanahu wa taala. Thot çysh ka mundësi thot o ju njerëz që kur ta dëgjoni fjalën e Allahut, thot mos më u zbut zemrat, mos më u kaplu frika prej Allahu subhanahu wa taala. Ndërkohë thot që ju e kuptoni, domthonë Allahu ju ka jep mendje dhe logjikë që ju më e kuptu. Për këtë arsye ka thënë wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas. Këta shembuj ja u sjellim njerëzve. La'allahum yatafakkarun, që me mendu më ndalë dhe me mendu me marr mësim. Sa në të shkonë vëllezër, gjërat ngurta edhe ka bakë si krahasimi Allahu subhanahu wa taala. E dini ngjarjen von kur pejgamberi alayhis salam e ka ndryshuar, e ka ndruat minberin në cilin ka majt hutbë. E dini ngjarjen von kur e kanë dëgjuar sahabit duke çajt. Pse ka qenë trung i palmës të hurmës. Ka filluar me çajt për shkak të dashurisë për mallimit për pejgamberin sa Kur'anin që është lexuar to, për mendjes të Allahut, edhe kanë dëgjuar sahabit, ka çajt me dëne sikur fëmia i vogël që çan. Disa është afru pejgamberit sa edhe ka vendos dorën e tij edhe e ka qetësuar sikur fëmijën e vogël. Shtavuzir Hasan al-Basriu ka thënë, kur e ka përmend këtë ngjarje, ka thënë ju jeni më parsorë që mu përmallu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zemra ju do më ndiku se sa ai trup i ngurt i drurit. Shtavuzir Allah në Kur'an thotë walau anna Qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardh aw kullima bihi al-maut. Pa kuptimi i ajetit thotë sikur të kishte ndonjë libër që e ka zbrit Allahu përmes cilit do të lvizeshin nga vendi malet, apo do të qahej coptohej toka, apo përmes tij do të ngjalleshin edhe do të flisnin vdekurit, do të ishte pikërisht ky Kur'an që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se është mrekulli prej Allahu subhanahu wa taala. Çortimi tjetër vëllezër që ja bën Allahu zemrave të ngurta është drejtuar atyre njerëzve që e kanë pa me sytë e vet, se si Allahu i kanë ngjall vdekurit, edhe prap nuk janë ndiku vëllezër nga kjo. Ngjarja që ka ndodhur në kohën e Musait tek Benu Israil. Shkon se si Allahu vëllezër i ka krahasuar zemrat e tyre me gurin e ngurt, edhe të vrazhd. Madje ka thënë zemrat e tyre janë halama të ngurta edhe më të vrazhda, më të forta. Thot thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Thot pastaj zemrat tuaja u kapluan nga vrazhësia pas kësaj ngjarje. Në realitet i çdosh me kanë kundërta vëllezër. Thot fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa. Edhe zemrat ju bën sikur guri të fortë. Madje edhe më të forta se guri, Allahu na ruaj. Dhe vëllezër, pra gjitha këto ajete janë që na si besimtar po na çorton Allahu, edhe po na paralajmëron që mos më ra vëllezër në këtë gjendje. Mos më leju që zemra jon më u bë vëllezër e ngurt. Po më ndal me lexu Kur'anin, fjalën e Allahu subhanahu wa taala. Më mundu me kuptu fjalën e Allahu subhanahu wa taala. Se që kjo të rrit imanin, të shton bindjen në Allahun, edhe ta zbut, edhe ta bën zemrën e përulur. Pse vëllezër se është fjala e Allahut? Fjala e Allahut krijuesit ton. Fjalë që është mrekullin vetvete që siç Allahu kulla in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Thuaj edhe nëse do të bëhen bashkë xhenet edhe njerëzit që të përpilonin diçka të ngjashme me Kur'anin, as se si nuk do të kishin mundësi. Edhe nëse do të ndihmonin njëri tjetrit, s'ka mundësi, se është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Allah i ka sfiduar vëllezër njerëzit, edhe ky sfidim vazhdon deri në ditën e Kiametit. Se s'munën me sjell, jo sikur Kur'ani diçka ngjashme, mirë po as një sure më të shkurtër për Kur'anit njerëz nuk mundën me sjell. Se është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Sa vëllezër nuk ka ilaç më të dobishëm që ta zbut zemrën, nuk ka ilaç më të dobishëm që ta forcon imanin, nuk ka ilaç më të dobishëm që ty të nxit me shtu punë të mira, sikur fjala Allahu subhanahu wa taala, sikur kur ti ndalesh e lexon Kur'anin edhe mediton rreth Kur'anit. Hazrat Ibn Kaimi e përmend këtë dhe thot nuk ka diçka më të dobishme për zemrën se sa leximi i Kur'anit me meditim.
thot leximi i Kur'anit bën që ti me e dash Allahun subhanahu wa taala. Mu përmallu për Allahun subhanahu wa taala, me pas frikë prej Allahut, me shpresu në Allahun, mu kthy me pendim te Allahu, me mbështet Allahut, me kanë i kënaqur me Allahun si Zot. Me lan gjërat në dorë të Allahut, me pas mirëbesim do thotë Allah, me falendëru Allahun, mu tregu durimtar dhe sabërli. Si do thotë çdo gjendje tjetër për pozitave gjendjeve përmes cilave ty të gjallërohet zemra, edhe shpirti, edhe arrin ti atë përsosmëri njerëzore. Krejt këto i kin Kur'an. Po ashtu thotë në Kur'an ka çdo gjë që të mjafton që ti mu largo nga punët e këqija, nga veprat e ulta, moralet e këqija, përmes cilave thotë prishet zemra e njeriu edhe shkatërrohet. Andaj thotë sikur njerëzit thotë ta dinin se çfarë mirësish edhe dobi ka që me lexu Kur'anin me meditim, thotë do të angazhoheshin vetëm atë dhe do të lënin çdo gjë tjetër. Çfarë thotë Ibn Kaimi rahimahullah thotë vren se njeriu thotë e lexon, kalon duke e lexuar Kur'anin thotë kalon pra një ajeti për cilin ka nevojë shumë për me shëru zemrën e vet. Edhe thotë fillon e përsërit, qoftë edhe 100 herë. Qoftë edhe ton natën thotë falet edhe lexon atë ajet. Edhe përfiton prej tij. Andaj thotë me lexu thotë një ajet vëzër me meditim, thotë Ibn Kaimi, me lexu një ajet me meditim edhe me kuptim është më mirë se me lexu krejt Kur'anin, mirë po, pa do thotë më mundu se me kuptu se çfarë po dëshiron Allahu prej teje. Kjo thotë është më e dobishme për zemrën. Kjo është e tillë që të arrit më shumë imanin edhe të bën që me shiju ëmbëlsinë e Kur'anit. Kallëzër vrem se edhe pejgamberi sa ka pas raste të natën në shfal me një ajet, e ka përsërit. Po ashtu kështu ka ndodhur tek brezat e parë të Islamit. Pra dëshiron me zbut zemrën, me engjall zemrën, ktheu librit të Allahut subhanahu wa taala, lexoje Kur'anin. Këshillohu përmes Kur'anit. Pra Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka këshilluar njerëzit, ka thënë mos e lexoni Kur'anin çush e lexoni poezit. Thonë sikur më thon tash mos e lexoni Kur'anin çush lexon librat, kur veç i lexon sa më çu, do të relaksu me çu kon ashtu. Thot qifu inda ajaibihi, ndaluni tek mrekullitë e tij, thot wa harriku bihi alqulub, lvizni zamrat përmes tij. Mundo me lviz zamrën, me pas ndikim në zamrën tane. Thot wala yakun hammu ahadikum akhiru sur. Mos jet brenga ndonjë për se kur po e përfundon leximin e surës, kur po arrin fund, se kështu nuk përfiton. Pazur me kuptu mirë, e lexon, mirë po me ditë don çka po lyp Allahu prej teje subhanahu wa taala. Pastaj që ata me e zbatu në jetën tonë. Pse thotë se Kur'ani realisht ka zbrit që na me punu me to. Mu mundu me mësu prej ti edhe me punu pastaj. E jo vetëm me e lexu, e njëjtën pastaj me ia kthy shpinën mësimeve të tij. Abu Hasan al-Basriu ka thënë unzila al-Qur'anu li yu'mala bih. Kur'ani ka zbrit që njerëzit me punu me to. Thot fattakhadhu tilawatahu amalan. Kurse njerëzit çka kanë bë? Kanë menduar se me punu me Kur'an është me lexu. Vesh po lexojna edhe kjo mjafton. Tash do të pyetja që shtrohet vetveti, dikush mundet me thënë, e çysh muna un me lexu Kur'anin këtë formë, çysh me përfitu prej leximit të Kur'anit në mënyrë që me mushtu imani edhe me forcu bindja në Allahun subhanahu wa taala. Shkozër për përgjigjeve më të mira këto është fjala e Ibn Kaimit rahimahullah. Ka thënë idha aradta al-intifa'a bil-Qur'an, thot nëse dëshiron me përfitu nga leximi i Kur'anit, thot fokusoje zemrën. Tu boje zemrën. Mos e lë me të ik vëmendja jote, zemra jote, djathta smajtës. Fokusoje zemrën thot aty, përforcoje, përqendroje zemrën aty ku je duke lexu. Apo ku je duke dëgju atë pjesë të Kur'anit. Thot edhe dëgjoje thot sikur me tu drejtu Allahu ty direkt. Sigur po i dëgjon fjalët e Allahu subhanahu wa taala duke do drejtu ty. Se realisht dhe Kur'ani çka është fjala e Allahu subhanahu wa taala. Fjala e Allahut me cilën vëllazër Allahu na drejtohet neve. Edhe na mëson përmes kësaj fjale madhështore gjërat që na sjellin dobi. Na mëson se ku e kemi shpëtimin, ku e kemi suksesin. Nuk ka hajër, nuk ka mirësi vëllazër veç se Allahu na ka treguar Kur'an për ta. Nuk ka sherr, veç se Allahu na ka paralajmëruar për isaj. Na ka treguar se cila është rruga e xhenetit, cila është rruga e zjarrit. Na ka treguar se çka na afron drejt xhenetit, çka na afron drejt zjarrit. Na ka nxit drejt xhenetit, na ka friksuar për zjarrit.
Në ka sqaruar vëllezër Allahu në këtë libër madhështor se çfarë kemi obligim na si musliman. Në ka sqaruar në këtë libër madhështor se cilat janë ato gjëra që na duhet të ndërmarr nëse dëshirojna me pa zemrën e fortë dhe stabile dhe me kanë qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ka sqaruar ngjalljen pas vdekjes. Sikur me kanë duke përjetu, kur të lexojsh Kur'anin duket se je ringjallë dhe je dal para Allahut subhanahu wa taala. Këto vëllezër këto janë thesare madhështore që nuk arrihen ndryshe nëse ti nuk e lexon Kur'anin, edhe nuk mediton për Kur'anin. Kur'ani vëllezër tregon se siç tham ku e ki shpëtimin. Kur'ani t'jep vëllezër lumturi, t'jep çelësat e lumturisë në dorën tënde. Në Kur'an ka dije të dobishme. Nëpërmjet Kur'anit vëllezër Allahu na njofton me veten e tij, me emrat e tij, me cilësitë e tij. Na tregon se çka don Allahu, çka urren Allahu, cila është rruga që të çon drejt Allahut subhanahu wa taala. Pastaj çka të pret ty për shpërblimit të Allahut kur ti arrish te Allahu dhe dilsh për Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu vëllezër Kur'ani ta sqaron se cilat janë defektet pasaj ose pengesat që mundën me tu paraqit në këtë rrugë, që çon drejt Allahu subhanahu wa taala. Njofton me veten tënde, me nefsin ton, me veset e këqija të saj. Tregon se cila gjëra janë që ty ta plotsojnë edhe ta bëjnë veprën tënde të saktë dhe të vlefshme. Mirpo në anën tjetër, cilat janë ato vepra që ta shkatrojnë veprën Allahu na ruaj. Tregon se kush janë njerëz të lumtur, kush do të jenë njerëz të lumtur, kush do të jenë njerëz të mirë në xhehenem, Allahu na ruaj. Tregon se kanë ki armik. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është armik i juaj, andaj trajtojeni si armik. Wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan, thot Allah, mos i ndiqni hapat gjumë të shejtanit. Po ta sqaron edhe çdo gjë për cilën ti ke nevojë. Nëse dëshiron lumturi këtë botë, edhe botën tjetër, ta shfaq të vërtetën, ta shfaq të pavërtetën, t'jep aftësi që ti më dallu të vërtetën nga e pavërteta, udhëzimin nga devijimi, t'jep fuqi të mendjes, fuqi të zemrës, shpirtit, ta gjallëron zemrën tënde, të bën që me jetu jetë të vërtetë dhe jetë reale. Andaj vëllezër, secili musliman, secili muslimane duhet me kushtu vëmendje të madhe fjalës të Allahut subhanahu wa taala. Siç thamë, nëse dëshiron zemër të butë në jetën e kësaj bote, zemër për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra me kanë për kushtuar vëllezër që na me ditë se çka na afron te Allahu, çka është ajo që ty t'jep zemër të qetë, shpirt të qetë, t'jep qetësi shpirtërore. E me kuptu vëllezër se siç thamë, nuk ka ilaç më të mirë se sa meditimi i Kur'anit, leximi i Kur'anit, shpalljes të Allahut subhanahu wa taala. Edhe me ditë mirë, se në moment që na ja kthejna shpinën fjalës të Allahut subhanahu wa taala, me këta koma na u bë jeta e mirë. Kam për qëllim jetën shpirtërore, se ti në dunja mundet mos me të mungu kur gjë. Mirpo është për qëllim shpirti, vëllezër, zemra e njeriu. Vëllezër, Allahu thot: "Wa man ya'shu 'an dhikri r-Rahman", kushdo që verbohet ndaj këshillave të gjithmëshirshmit, bëhet kështu s'po i sheh, nuk i pason, ja kthen shpinën, nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Thot Allah, na ja bajna një mik të pandashëm atij njeri shejtan. Edhe ai nuk i ndahet kur. Një shejtan ta zaknon Allah, i cili domthon që kur nuk dahet. Edhe devion pi rrugës të Allah. Pastaj fjala Allah: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kushdo që ja kthen shpinën këshillës time, fesë të Allahut, Kur'anit, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ka me pas jetë rand vështirë. Shpirtërore është fjala. Pra në moment që ti ja kthen shpinën fjalës të Allahu subhanahu wa taala, ti ki me harru dhe çka është në interesin ton edhe në dobit ton. Nuk i me përfitu nga këshillat e Kur'anit. E çka është ajo që e nxit vëllezër njerin me ran këtë derezhin, këtë pikë? Padyshim që është vëllezër çka dashuria, apo më thon dashurimi mas jetës së saj bote. Dhënia tepër të mas dunjas, duke e harru ahiretin, duke ja kthy shpinën ahiretit. Për gjanave tjera dhe shkone që ta ngurcojnë zemrën, Allahu na ruaj, janë edhe gjunahet. Gjunahet e shumë të vëllezër. Vëllezër, Allah në Kur'an thot: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Përmend vëllezër se kjo rran, që ajo mbulesa, thot ja u ka mbulu zemrat bima kanu yaksibun, për shkak gjunaheve që i kanë bërë. Vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal mu'mina idha adhnaba dhanban
kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Kur besimtari bën gjuna, thot pejgamberi i bëhet një pikë e zezë në zemër. Thot nëse pendohet, tërhiqet prej gjunat, kërkon falje, thot saqalat qalbuhu, i pastrohet zemra. Kthehet domethënë ajo bardhësia e zemrës. Thot fa in zadat, nëse i shton gjunat, thot i shtohen pikat e zeza. Hatta ta'lu qalbuhu, derisa të mbulojnë krejt zemrën Allahun. E çka thot pejgamberi se është erran, që ajo mbulesa që e ka përmend Allahun ajet. Kur mbulohet zemra vëllezër për këtyre pikave të zeza, për kësaj shtrese dendur me pika të zeza, është problem me depërtu pastaj aty drita e Kur'anit, e fjalës të Allahut subhanahu wa taala. Shtatë disa prej selefit kanë thënë el badanu idha urriya raqa. Trupi thot kur mbetet pa rroba, thot bëhet çka i dopt, edhe bëhet çka i ndihshëm. Thot wa kadhalika al qalb, kështu thot është edhe zemra. Idha qallat khatayahu asra'at dam'uhu. Sa ma pak gjunahe, syt kanë më të lëtu më shumë. Pi madhështisë të Allahut, pi frikës ndaj Allahut dhe dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pa gjunahet vëllezër janë helm, gjunahet sjellin çdo të keqe. Abdullah ibn Mubareku, dietari i madh Islam, ka thënë ra'aytu dhunuba tumitu al-qulub. Thot kanë pasë gjunahet i vdesin zemrat. Thot wa qad yurithu dhulla idmanuha. Edhe ndodh që kur njeri bën vazhdimisht gjunahe, ka mu poshtru prej Allahut. Thot wa tarku dhunubi hayatul qulub. Braktisja në gjunaheve është jeta e zemrave. Braktisja në gjunaheve është jeta e zemrave. Thot wa khairun li nafsika isyanu, ma mirë për ty, nëse ja dëshiron të mirën vetes është që me kundërshtu nefsin ton. Mos me bëj gjunahe. Nëse dëshiron zemër vëllezër të butë dhe zemër të përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala, largo prej gjunaheve. Shta Malik ibn Dinar vëllezër ka thënë ma duriba abdun bi uqubatin a'zama min qaswati al-qalb. Nuk është goditur njeriu me ndonjë fatkeqësi më të madhe, me ndonjë dëshkim më të madh prej Allahut se sa ngurtësia e zemrës Allahut. Edhe është përmend që zemra më së largu prej Allahut është ajo që është e ngurtë vëllezër e vrasht. Gjunahet përgjithësi vëllezër mirë, po është një gjunah në veçantë që e kanë përmend vëllezër dietar që ta ngurtson zemrën shumë. E që fatkeqësisht sot është përhap shumë mesin edhe muslimanëve. Ai është vëllezër dëgjimi i muzikës. Dëgjimi i muzikës. Shta Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an ka thënë el-ghina'u yunbitu an-nifaqa fil qalb kama yunbitu al-ma'u al-baql. Shohi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ibn Mas'udi vëllezër ka thënë radhiyallahu an, muzika thot e bën mu bi dyftërsia në zemrën e njeriut, thot qysh uji e bën mu bi bima, edhe me dalë çka prej tokës. Këta vëllezër përmend Ibn Kaimi edhe thot nuk ka mundësi thot mu ba bashk në zemrën e njeriut dashuria për muzikën edhe dashuria për Kur'anin. Pa tjetër thot një ana ka me përzan tjetrën. Thot edhe kemi pa thot nga përvoja edhe tjerë thot përveç neve. Se ata njerëz që ngojnë dëgjojnë muzikë, thot ju vjen shumë rënd me dëgju Kur'anin. Edhe irritohen thot prej dëgjimit Kur'anit. Edhe ju vjen shumë vështirë nëse ndodh që ndonjëherë imami me zgjat çka namazin edhe me lexu pak më gjatë se zakonisht Kur'an, thot nihen shumë siklet për kësaj. Thot edhe kemi pa nga përvoja se ata njerëz që dëgjojnë muzikë, thot mas pakti përfitojnë nga ajo që e lexojnë prej Kur'anit. Edhe leximi që ja bën Kur'anit thot nuk ja lëviz zemrat. Edhe nuk i çon domon përpara me punë të mira. Mirë po thot kur vjen Kur'ani i shejtanit, shkon dhe se ka thujt muzikën në Ibn Kaimi, Kur'ani i shejtanit. Në një vend tjetër e ka thujt rukja e shejtanit, me cilin i bën rukje, mos çush i bën anë rukje njerëz me shërun, von shejtani përmes muzikës që ata e ka rukje Allahun e ruaj. Thot kur vjen Kur'ani i shejtanit, thot atëherë mos pyet zemrat e tyre thot qetësohen, nuk i nin duke bisedu, ju qetësohen lvizjet, thot gjejnë prehje edhe qetësi në zemrat e tyre, në shpirtat e tyre, madje thot ndodh që edhe çajin prej muzikës që ai dëgjojnë. Thot edhe ndodh që ndoshta kjo ja ushton bujarinë edhe çohen masi që do dëgjojnë ai muzikë i japin thot. Edhe tregohen dor lir. Edhe nuk e kanë ngale që ton natën me kuptimi i fjalëve të tij thot ton natën me e çu kështu çka duke dëgju muzikë, edhe nuk ju do diçka monotone apo vështirë, edhe dëshirojnë që mos me përfundu natën. Thot Ibn Kaimi fa in lam yakun hadha nifaqan, nëse që kjo është dyftërsi, do nuk e di çka është ka dyftërsia. Shkon vetë domon sa rrezikshme është kjo po. Ato shumë njerëz mendojnë që është diçka e lehtë. Sa vëllezër brezat e parë të Islamit janë friksuar për veten e tyre shumë nga dyftërsia.
Kjo është argument edhe për imanin e tyre të pastër që kanë pasur në Allahun, mirë, po në njëjtën kohë për rrezikun që e paraqet për muslimanin. Pra brezat e parë të Islamit do të kanë qenë njerëz që mas mirë të kanë ditë fenë e Allahut, edhe mas mirë të i kanë njohur çështjet e imanit, edhe i kanë ditë se ku janë ato defektet e zemrës, hiletet e zemrës, megjithatë janë friksuar vëllezër për vetët e tyre. Janë friksuar nga difaku, dyftërsia. Edhe që kjo frikë prej që e kanë pas, i ka bërë që ata vëllezër me shpëtuan. Edhe me i rujt Allahu prej saj. Çfarë shkon Omeri radhiyallahu an, personi që pejgamberi alayhis salam e ka përgëzuar me xhenet. I ka thënë Hudhaifës radhiyallahu anhu, i cili i ka ditë emrat e munafikëve. Ka thënë, pash Allahun thot, am ka përmend pejgamberi sa mesin e tyre. Anë Omeri radhiyallahu anhu. Ka thënë jo, edhe mas teje mos kam i kallzu kërkujna. Shkon dhe zër Omeri radhiyallahu anhu, cilën Allahu e ka përgëzuar me xhenet. Ibn Abi Mulejke, tabiini mirënjohur thot, i kam taku 30 shokët pejgamberit alayhis salam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Secili prej tyre thot friksoi për veten e vet se mos ka nifak në veten e vet, mos ka dyftërsi. Allahu Hasan al-Basri u ka thënë ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min. Thot vetëm ai që është për një më munafik, që ka dyftërsi, thot nihet i sigurt nga nifaku. Ndërsa ai që friksohet thot ai është besimtar. Zoti Ibn Kaimi thot brezat e parë të Islamit dhe sahabit thot i kanë pas zemrat e mbushura me iman, me bindje në Allahun, megjithatë thot frika për ndaj nifakut nuk ju ka nda kur nga zemrat, edhe i ka brengos edhe i ka shqetësuar shumë. Kurse njerëzit thot se që janë shumë, Ibn Kaimi po fol për kohën e vet, thot që janë shumë, thot që imani i tyre ndoshta nuk ja u kalon fytyn, nuk ju depërton ashtu siç duhet në zemra. Thotë dhe pretendojnë se imanin e kanë të plot, sikur imani i Xhibrilit edhe i Mikailit alayhis salam. Andaj vëllezër, këto ishin disa shkaqe pra që shkaktojnë ngurtësi zemrën, mirë po me çka e largojmë ngurtësinë nga zemra, vëllezër, shkaqe janë shumëta. Me çka i zbusim zemrat tona? E para vëllezër, siç thamë, është leximi i Kuranit sa më shumë, edhe me bë dhikr sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Me përmend sa më shumë Allahun, dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, salavat, sa ma shumë, derisa ta zbutësh, ta largosh atë ndryshkun nga zemra. Edhe ky dhikr vëllezër mos me kanë vetëm me gjuhë, mirë më kanë dhikr ku bashkëvepron gjuha edhe zemra. Përmendëm vëllezër se uar nga Mualla ibn Ziyad, thot një njeri uar tek Hasan al-Basriu dhe i ka thënë o Abu Sa'id, ashku ilayka qaswata qalbi. Çfarë më bë thot, po ankohna atë ti, ka thënë se më ka ngurcuar zemra. Ka thënë ednihi min adh-dhikr. Udnuhu min adh-dhikr. Afroje te dhikri. Do të afroje te përmendja e Allahut, aty ku përmendet, dhe je prezant që aty ku përmendet Allahu, ku më të zbut zemra patjetër. Wahb ibn al-Ward ka thënë që nuk ka diçka që i zbut zemrat më shumë, që e sjell të vërtetën më shumë zemrat e njerëzve se sa leximi i Kuranit. Padyshim vëllezër që leximi i Kuranit me meditim edhe kështë një lloj dhikri, përmendja e Allahut që është ndoshta përmendja, më thon padyshim përmendja më e mirë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sa Yahya ibn Muadh ka thënë dawaul qulubi khamsatu ashya. Ka thënë zemra e njeriut shërohet apo ilaçi i zemrës njerit është, ka thënë, te 5 gjëra. Dhe para ka thënë qira'atul Quran bit tafakkur, me lezu Kur'anin me meditim. E dyta thot khala'ul batn, mos mungop kur thon zhbuk. Mos me tepru në ushqim. Thot wa qiyamul layl, e treta me fal namaz natë, wa tadarru'u 'inda as-sahar, pastaj në kohën e syfyrit para se me hi sabahu, me lut sa më shumë Allahun, me baj istighfar, me përmend sa më shumë Allahun, thot mujalasatu s-salihin, e pasta mu ul me njerëz të mirë, që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Pra dhikri vëllezër, përmendja Allahun me gjitha format e saj, që ajo ta zbut zemrën. Allah thot alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ata që kanë besu, edhe zemrat e cilëve thot zbuten, qetësohen tek përmendja e Allahut, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Thot Allah vini re, vërtet se me përmendjen e Allahut zbuten zemrat. Po ashtu vëllezër, pe gjanave që ta largojnë ngurtësinë e zemrës, edhe e kthjellojnë muslimanin, është me përkujtu sa më shumë vdekjen. Vdekjen, si ka më të ardhur fundin jetën e kësaj bote, edhe ki medal para Allahu subhanahu wa taala. Sa më shumë, kështu na ka këshilluar vëllezër pejgamberi alayhis salam, ka thënë ekthiru dhikra hadimil ladhat. Shpeshtoni përkujtimin e asaj që jau shkatron lezetet edhe kënaqësitë e jetës së kësaj bote. Ka thënë el maut, vdekja. Shalze brezat e parë të Islamit ka pas për tyre që kanë thënë nëse
kujtimi i vdekjes, qoftë edhe për një moment, thot nuk e kam prezent në zemrën time, thot unë isha prish, isha bash nga njeri i keq. Dhe Allahu thot, ja ejuhan nasu inna wa'dallahi haq, o njerëz, premtimi Allahut është i vërtet, ringjallja, xheneti, xhehenami, janë këto të vërteta. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, andaj asesi mos lejoni të mashtroheni nga jeta e kësaj bote. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, mos lejoni asesi të mashtroheni nga shejtani. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtanin e keni armik, andaj trajtojeni si armik. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah i thretë atë grupin e vet që më kanë gjithë bashku më u dënu zjarrin flakrues xhehenamit, Allahu na ruaj. Po ashtu vëllezër, për gjanave që ta largojnë ngurtësinë e zemrës është me i vizitu varret, sa më shpesh me i vizitu varret. Edhe mundal me mendu se edhe të një ditë ki me ardhë në gjantë gjendje, ki mu fut në atë ven aty. Që i kanë pyet Imam Ahmedin, ma yaruqul qalb, që është ajo që yuriqul qalb e zbut zemrën, ka thënë udkhulil maqbara, hin te varret, vizitoj varret. Merr mësim. Kështu i ka këshilluar edhe pejgamberi sa më shokët e tij, ka thënë fazuruha, vizitoni varret, fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, sepse vizita e varreve ja u kujton ahiretin. Shkon të shfar ngjarje interesante tregon që e transmeton Ibn Abi Dunya nga Muhammad ibn Salih at-Tammar, thot Safwan ibn Sulejmi, thot e kam pa që shkoj ke vazhdimisht në Baqiul Gharqad, në varrezën e milionit Medine, thot edhe evreja sot vazhdimisht shkonte aty, edhe i vizitonte varret. Thot një ditë prej ditësh thot e përcilla me këshir se çka po bën. Thot e pashtë të hyri në varreza, thot edhe mbuloi kokën, thot edhe u ul tek një varr, thot edhe villoi të çante. Edhe unë thot mendova që është ndonjë varr i familjarëve të tij. Ka shku me vizitua, e ka lutur Allahun për to që më fal me mëshirë. Në ditë tjetër thot erdha ashtu kaloi para meje, thot e përcolla ku po shkon, thot shkoj te një varr tjetër. Edhe veproi ashtu dhe filloi me çajt. Thot shkova tek Muhammed ibn al-Munkadir, ky dietar i madh islam, për asketëve. Edhe thot i thash, ja tregova ngjarjen, thot mendova se mos i ka vdek dikush për familjarëve, mirë thot ai thot, herë shkonte te një varr, herë te një varr tjetër. Dhe më tha thot kulluhum ahluhu wa ikhwat. Këtë janë ata, ç'më thon vllazni i tij, atë çka vllazni musliman. Mirë po ka thon, ky a dim se po e bën këtë veprim. Ka thon se në moment që ndin ngurtësi zemër, shkon të dhe viziton varret. Moment që e vren se zemra po i ngurtësohet, po jepet pas dunjas. Thot më njëherë shkon edhe i viziton varret, edhe kështu fillon domone përjeton atë çka sheh para vetes, fillon me çajt edhe e largon ngurtësinë nga zemra. Shkon si kanë qenë vonë çka brezat e parë vëllezër të Islamit. A dhe vëllezër pra vazhdimisht me përmend sa më shumë Allahun, vazhdimisht me përkujtu sa më shumë vdekjen, me vizitu varret sa më shumë. Nëse dëshirojmë do të thotë që me pas zemra të gjalla, zemra të buta të përulur andaj Allahu subhanahu wa taala, mos mu bëj vëllezër tillë që e harrojmë Allahun, Allahun harroj. Edhe qesim prapa shpina Allahun edhe fjalën e Allahu subhanahu wa taala, sepse kjo na bën pastaj që na me jetu të mirë vëllezër në këtë botë. Me pas mjerim këtë botë, me na prit pastaj mjerim edhe në botën tjetër, edhe me i harrua të gjana pastaj që janë dobi dhe në interesin ton. Allahu thot wala takunu kalladhina nasu Allaha fa ansahum anfusahum. Mos u bani sikur ata që kanë harruar Allahun. Allah ka bëu që ata pastaj me harru veten. Ulaika humul fasiqun. Pikërisht tillët janë që të pabindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në moment që ti e harron Allahun, Allahu ndeshkon që ti me harru vetveten, mos me ditë çka është më në interesin ton, nuk përgatitesh më për botën tjetër. Edhe këto është çka shkatrimi Allahu na ruaj. Në anën tjetër, njerëz që Allahu ja u ka shkruar lumturinë këtë botë dhe në botën tjetër, njerëz me jetën më të mirë, kanë zemrat më të gjalla, zemrat më të buta. Edhe atyre ju përket vëzër jeta e lumtur këtë botë, jeta e lumtur në barzakh, në varr, edhe jeta e lumtur kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Allah thot men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Kushdo që bën punë të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ne Allah thot do të bëjmë që ai me kalu jetë të mirë. Çfarë jetë të mirë? Jetë mirë shpirtërore, jetë mirë të zemrës, të qetë. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Këtë botë që jetë mirë të qetë shpirtërore, në ahiret komo të shpërblyj Allahu me shpërblimin më të mirë, duke filluar prej varrit e pastaj edhe kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Bën mirë, patjetër vëllezër komo të shpërblyj Allahu.
shpërblim të përshpejtuar në jetën e kësaj bote, pastaj shpërblimi që të pret në varr edhe kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala. Çfarë do të thonë dietar, vepra mirë sikur mos të kishte shpërblim tjetër veç se asaj kënaqësisë edhe lumturisë gëzimit që ti e gjen në zemrën tënde kur e kryen veprën e mirë do të mjaftonte. Edhe në anën tjetër, gjunahu mos të kishte kurrë tjetër ndëshkim për to, përveç brengave, pikëllimeve, ngushtimit në zemër që ti e nin, largimit, thohjes me Allahun, raporteve me Allahun, kur ti bën gjuna Allahut, do të mjaftonte për njerin e logjikshëm që mu largu prej gjunadut. Në pra ti kthehemi Allahu subhanahu wa taala, ti forcojmë lidhjet me Allahun subhanahu wa taala, mbush e zemrën me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, angazhoje gjuhën me përmendje sa më shumë të Allahut, atëherë kimë vërejt ndikimin e kësaj në zemrën tënde, edhe në gjymtyrët, edhe në shpirtin tonë. Tha vëllezër, njëri prej selefit ka thënë mesakinu ehli dunya. Thënë janë ngratë ata që janë dashuruar, pasionuar mas dunia Allahut, do të kanë dalë prej dunjasit edhe nuk e kanë shiju gjën më të ëmbël to. Kur i kanë pyetur cila është kjo, ka thënë me njoft Allahun, edhe me adhuru Allahun, me kanë bindur ndaj Allahut. Sa zëri Ibn Taymi thotë Ibn Qayyim kam dëgjuar thotë Ibn Taymi duke thënë në dunja thotë është një xhenet. Kush nuk hyn në atë xhenet s'ka më hyn xhenetin e ahiretit. Cila është ai xhenet vëllezër i dunjas? Mos kish jeta e mirë që ti e përjeton kur i bindesh Allahu subhanahu wa taala. Çka është xheneti i dunjas? Fazë pra kështu e arrim qetësinë, kështu e arrim sigurinë, kështu e arrim për uljen në zemër, butësinë e zemrës, përmes imanit, besimin në Allah. Kur i kthehemi Allahut, i mbështetemi Allahut, gjitha çështjet tona. I injorojmë ato gjëra që mundon me na largu prej Allahut, që na mos me kanë afër me Allahun subhanahu wa taala. Përkundrazi, fokusimi ynë, përqendrimi ynë kryesor është vetëm në një drejtim, ai është Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, nuk ka kënaqësi më të madhe se kjo. Nuk ka kënaqësi më të madhe se kjo. Kur ti jetën e bën vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kur ti krejt brengat e tua, shqetësimet e tua i fokuson, i drejton vetëm një drejtim. Ai është Allahu subhanahu wa taala. I drejtohesh Allahu subhanahu wa taala. Nëse flet me e kënaq Allahun, nëse dëgjon diçka e dëgjon që me e kënaq Allahun, nëse shikon diçka e bën kënaqësi ndaj Allahut. Çdo lvizje apo mos lvizje jote është për me e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Çka është vëllazër jeta e vërtet, jeta reale. Çihesh që kimë gjetë shkruar në regjistrin e veprave kur dish për Allah. Jeton me Allahun, vdes me Allahun, edhe ringjallesh me Allahun subhanahu wa taala, me emrin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, pra duhet me shiku mirë se çka ka mbjellë, siç thonë brezat e parë të Kuranit, madha zara al-Qur'anu fi qulubi, ju ka drejtuar njerëzve njëri prej tyre, Malik ibn Dindari ka këshilluar, ka thënë, o njerëz, ju që po e lexoni Kur'anin, shikoni mirë çka ka mbjellë Kur'ani në zemrën tënde. Qysh po i marrim vëllezër këto ajete me të cilat po na drejtohet, qysh po i pranojmë këto ajete me të cilat po na drejtohet Allahu subhanahu wa taala. Sa po ndikojnë ato në zemrat tona, në shpirtat tona. Shahzir Hasan al-Basri ka thënë tafaqadu al-halawata fi as-salat. Që të mbëlsinë e besimit ka thënë lypën në disa gjëra. Namaz, wa fi al-Quran, kur ta lexoni Kur'anin, wa fi dhikr, edhe kur ta përmendni Allahun apo kur prezantoni në ligjërata ku përmendet Allahu, thot fa in wajadtumuha famdu wa abshiru. Nëse e gjeni, esni edhe gëzoni se jeni mirë. Thot wa in lam tajiduha, nëse jo, thot fa'lamu anna al-baba mughlaq. Dini se dera është mbyllur, Allahu na. Edhe pa duhet me pas kujdes shenjë se sa ti po e don Allahun, siç kanë thënë brezat e parë të Islamit, të shikoj sa po e don fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kanë thënë Abu Said al-Kharraz ka thënë men ahabba Allah ahabba kalam Allah. Kush e don Allahun patjetër po më dash Kur'anin. Wa lam yashba' min tilawati. Kush e don Allahun nuk mundet mungop duke e lexuar Kur'anin. Por të transmeton nga Hudhaifa vëllazër, shoku i pejgamberit alayhis salam, që ka thënë shumë shpejt të pritet që Islami thot me u vjetru, me u hangër mesin e njerëzve sikur rroba që vjetrohet dhe shtirret, thot wa yaqra'u an-nasu al-Qur'ana, dhe njerëzit e lexojnë Kur'anin wala yajiduna lahu halawa, mirë po nuk ndin ëmbëlsi gjatë leximit të Kur'anit. Po ashtu nga Abu al-Aliya thot ka më ardh, për cilët ka thënë ka më ardh një kohë thot që në zemrat e njerëzve thot s'kan më mbart kurrë nga Kur'ani. Kanë zbrazta nga Kur'ani, thot edhe kanë mu vjetru, kanë mu shtjerë, thot sikur rrobat që vishën. Thot edhe e lexojnë Kur'anin, mirë po thot nuk gjejnë kurfar lezete dhe kënaqësi ëmbëlsie kur e lexojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, pra na duhet gjithmonë
me këmbgul, edhe me e lut Allahun subhanahu wa taala me na dhënë dije dobishme, edhe me dhënë zemër që të butë të për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Qysh e ka lut Allahun pejgamberi alayhis salam? Ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. O Allah, më ruaj nga dija e padobishme. Wa min qalbin la yakhsha, nga zemra që nuk tutet prej teje, nuk ka frikë, nuk është, domethënë është e vrajshë, është e ngurtë. Wa min nafsin la tashba', më ruaj Allah edhe nga një shpirt që kur nuk ngopet, nga dunjaja domethënë. Wa min da'watin la yustajabu la, edhe ruaj Allah nga ajo lutje që nuk pranohet. Shkon vëzër, dija e dobishme është ajo që kur të zën vend zemrën tënde, patjetër kimë pas frikë Allahun subhanahu wa taala, kimë dashur Allahun subhanahu wa taala, kimë madhru Allahun subhanahu wa taala, e shikon edhe këtë vinë si rezultati i kësaj, pastaj çka ti kimë tregu, kimë pas asketizëm ndaj dunjallahut, nuk kimë lakmuar shumë ndaj dunjas, kimë dhënë përparësi ahiretit, kimë largu prej gjinave, kur të largohesh prej gjinave, kjo është shkak që Allahu pastaj më të pranojë lutjet. Shta pejgamberi sa ndëzri ka përmend këto 4 gjëra për me tregu se ku është dija e dobishme. E nëse Allahu na ruajt, Allahu sprovon me dije të padobishme, vëllezër, këtë që ato të kundërta të kësaj të nxajnë këto. Për atyre që ka kërkuar mbrojtje pejgamberi alayhis salam. Pra vetëm i shton informatat, mirë po nuk e shton punën, kjo është dije e padobishme. Pastaj nuk e ki zemrën e përulur, ki zemrën të ngurtë. E kur ki zemrën të ngurtë, vëllezër, çka? Jo që nuk lakmon dunja, mirë po çka të shtohet hala më shumë kërkimi i dunjas, edhe bën dashuria pas dunjas. E pastaj kur shtohet kjo, shtohen edhe gjunahet, e kur shtohen gjunahet, vëllezër, këto bëhen pengesë që Allahu pastaj mos më të përgjigj lutjet e tua Allahun. Andaj vëllezër, pra, me shiku mirë se çfarë ka mbjell Kur'ani në zemrat tona, apo për ulën zemrat tona, karshi këshillave të Kur'anit, apo zbutën, apo ndikon Kur'ani që na më u bë më të mirë, edhe me psur formë brendshme në zemrat dhe në shpirtat tonë. Në fund vëllezër, na lutim Allahun subhanahu wa taala që të na sjellë dobi me atë që dëgjojmë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.